Flasim gjithësisht me stomatologën që ne kam në studio Rina Caka. Rina, mirëmëngjes, të faleminderit shumë që jemi ne. Përshëndetje Arta, faleminderit për ftesën dhe kënaqësi të jam këtu sot me ju. Gjithashtu shumë kënaqësi. Se do ta përshkruanit pra Rina nëse flasim për shëndetin oral dhe rëndësinë që i kushtohet sot. Po, shëndeti oral është aspekt shumë i rëndësishëm edhe për shëndetin edhe mirëqenien e përgjithshme të njeriut. Shëndeti oral përfaqëson një funksion normal të gojës, e cila përveç të folurit dhe përtypjes, po ashtu të reflekton edhe në një vetbesim edhe në një mirëqenie sociale, po ashtu të njeriut, e cila është shumë e rëndësishme edhe për të diskutuar pastaj pse kaq shumë është bërë trend edhe estetika e gojës. Po, dhe Rina, pse i kushtojnë, pra, nëse flasim realisht për dhëmbët, sa rëndësi kushtojnë ditët e sotme njerëzit? Po, tani vetëdijsimi drejt shëndetit oral, domethënë dhe shëndetit dentar, është në ngritje e sipër. Në karrierën time nga fillime deri tani, kam parë që ka një trend pozitiv, por mund të them që preventiva është ende e ulët, domethënë edukimi në moshën e hershme të fëmijëve dhe higjiena apo shëndeti oral të dhëmbëve të qumshit është ende i mangët të fëmijët. Ne kemi shumë pacienta që vinë edhe nga diaspora dhe mund ta bëjmë një krahasim në shëndetin oral të fëmijëve dhe pasojat e edukimit që janë bërë në ato shtete, sidomos skandinave dhe fatkeqësisht në vendin tonë që shihet që ende ka shumë punë për të bërë. Po i referohesh pra që qëndrojnë ndryshe me rregulla në vende të tjera apo jo? Po, besoj që vizitat sistematike shkollore dhe edukimi, pastaj edhe ato ofrimet e sigurimeve shëndetësore që i mbulojnë shërimet tek moshat e mitura, i shtyejnë edhe prindërit që fëmijët e tyre, domethënë, t'i dërgojnë për vizitat e stomatologut dhe ti kujdesen, ti qasin më shumë shëndetit oral dhe beso është kënaqësi ti shosh, domethënë, gjendjen e shëndetit oral të tyre. Normalisht që edhe në Kosovë është trend pozitiv, por në anën tjetër kemi edhe raste të cilat kemi, domethënë, gjendje shumë të neglizhuara të shëndetit oral, sidomos të fëmijëve, dhe të cilat kanë pastaj pasoja përveç estetike shumë edhe funksionale. Po, dhe cilat janë gabimet më të shpeshta, Rina, që i shihni tek pacientët tuaj? Po, fillimisht gabimi bazik të cilët e shohim të pacientët është domethënë teknika e pastrimit të dhëmbëve. Pacientët shpesh i pastrojnë dhëmbët në kohë të shkurtë dhe në mënyrë horizontale, pa i kushtuar rëndësi domethënë teknikës vertikale duke përfshirë edhe mishin e dhëmbëve në të gjitha anët e dhëmbëve, nga ana e majtë në djathtë, pastaj nga ana e jashtme dhe ana e brendshme e kavitetit oral, duke mos harruar normalisht edhe përfshirjen e gjuhës dhe po ashtu edhe mungesa e përdorimit të fillit dentar apo perit, i cili ka rolin e veçantë, domethënë edhe në pastrimin e dhëmbëve. Po, dhe si shkon kjo teknika e pastrimit të dhëmbëve? Si duhen pastruar dhe sa kohë prafërsisht pra duhet zgjat një pastrim i tillë? Tani kjo informatë që shumicave që di, preferohet që 2 herë në ditë së paku të pastrohen dhëmbët, domethënë kur zgjohemi nga gjumi dhe kur bijmë për të fjetur. Dhëmbët siç e thëka, domethënë duhet të pastrohen ashtu që brusha mbahet 45 shkallë dhe patjetër që jo me forcë të tepruar, përfshihet edhe regioni i mishrave ku mund të akumulohet ushqimi, sidomos ushqimet e buta të cilat edhe i konsumojmë shumë në ditët e sotme dhe kështu të përfshihen të gjitha sipërfaqet dhe pastaj po ashtu filli dentar të aplikohet deri te pjesa e fundit këto e mishit apo gingivës së lirë të dhëmbëve, ku nëse e shohim, atëherë e shohim që rezulton me mbetje të shumta ushqimit të cilat nuk mund t'i përfshi brusha. Brusha i pastron domethënë vetëm sipërfaqet e mëdha. Fillimisht preferohet që të fillohet me fillin dentar, që të largohen këto mbjetjet ushqimore të cilat kanë mbetur në sipërfaqet ndërmjet dhëmbëve dhe kufirit të dhëmbit dhe mishit, dhe pastaj pasi që këto tërhiqen nga ato regione, vazhdohet pastaj me brushën e dhëmbëve. Preferohet 2 minuta dhe pastaj shpërlahen me ujë ose mund të mbetet edhe pa u shpërlar fare që të rimineralizohet nga përbërësit mineralizues që janë të pastës së dhëmbëve në gojë. Varet kush mund ta duroj, dikush e ka refleksin e vjelljes, nuk mund ta duroj edhe prezencën. Për spaku një fërkim mekanik i duhur që të jetë për dhëmbët. Po, dhe nëse flasim për këtë, po e përmend goxha shpesh edhe fillin dentar, është i domosdoshëm apo jo? Është i domosdoshëm, por pse po e përmendi është se vetëdijsimi i njerëzve për domosdoshmërinë e përdorimit të fillit dentar është shumë i ulët. Madje ndoshta edhe unë tek vonë, pasi që jam inkuadruar në studime, e kam kuptuar se nuk është se më është shpjeguar më herët
si fëmijë që filli dëntar ka rëndësi dhe shpesh prishjet e dhëmbëve në vendet më të papërshtatshme për trajtim fillojnë pikërisht aty ku akumulohet ushqimi si pasojë mungesës së përdorimit të fillit dëntar. Dhe në regionet ku pastaj duhet të jetë një prezizitet shumë i lartë i mbushjes së blombave për të prevenuar pastaj dobësimin e dhëmbëve për shkak të këtyre lloj prishjeve dhe lokacionit të tëre të papërshtatshëm. Po, dhe nëse qëndrojmë tek kjo, Rinane, shpesh e kemi kështu mund të them si në qef me vizitu stomatologun apo doktor, veç kur kemi dhimbje, kur kemi probleme, sa shpesh rekomandohet për me shku te stomatologu? Po, preferohet për njerëzit asimptomatik që nuk kanë probleme me dhëmbë, domethënë, kontrollat rutinore preferohen të janë 2 herë në vit apo çdo 6 muaj, por nga përvoja klinike, personat të cilët kanë intervenuar në gojë me punime të ndryshme protetikore, domethënë i kanë veshur dhëmbët, kanë vendosur implante që kërkojnë mekanizma shtesë të mirëmbajtjes së tyre. Për te aftësive të tyre vetëm për t'i pastruar në shtëpi, unë preferoj që vizitat të bëhen pak më shpesh, çdo 3-4 muaj, që ta sigurojmë një gjatësi të punës që është bërë tek pacienti, domethënë, dhe po ashtu ta mbajmë në kontroll edhe ecurinë se si po ec ajo zgjidhje terapeutike që e kemi bërë për ata. Po, dhe kur qëndrojmë tek kjo, përmendet pra që është e preferuar 2 herë për ka edhe do që janë vesë, mund të theme, kanë si vesë me i pasur dhëmbë goxha shpesh, a është kjo problematike, Rina? Po, ka sidomos personat të cilat dëshirojnë ta evitojnë vizitën te mjeku, ka disa personave që pigmentimet ju bën nga konsumimi i kafës së zezë dhe si kompenzim për ta larguar atë vazhdojnë me domethënë me përdorjen e forcës së madhe, mirëpo ajo nuk i largon ato pigmentimet të cilat duhet të largohen me instrumente dentare, por përkundrazi shkakton traumë në qafat mishrat e dhëmbëve dhe fillojnë që domethënë edhe të zhveshen dhëmbët, kurse pigmentet mbeten aty se mbeten. Kështu që më mirë edhe unë si stomatolog, në qoftë se më krijon disa pigmente, në shtëpi ndoshta nuk mund t'i largoj pa i pasur instrumentet e duhura në ordinancë. Po, dhe pikërisht tek kjo, pra po flasim edhe për ushqimin, edhe për gjitha këto, çfarë roli luan ushqimi pra tek shëndeti i dhëmbëve? Duhet pasur kujdeset që konsumojnë. Ushqimi realisht luan rol të rëndësishëm në shëndetin e dhëmbëve, sepse kemi ushqime të cilat e stimulojnë pështyma përmban minerale të cilat e mbrojnë smaltin e dhëmbëve, dhe kemi ushqime të cilat janë shumë acidike, të cilat e bëjnë të kundërt, i tërheqin mineralet dhe zbusin, domethënë sipërfaqen e dhëmbëve. Unë nuk është që promovoj që duhet të jemi patjetër shumë të kujdesshëm mos t'i hajmë ushqime që ne na hahen, por me këshillat e duhura, domethënë se si të reagojnë pas atyre ushqimeve dhe me shëndetin oral të përgjithshëm, afatgjatë, me pastrim atëherë besoj që do t'jemi okay kështu. Cilat janë problemet më të shpeshta, Rina, që hasni ju në ordinancën tuaj? Problemet më të shpeshta janë domethënë prishja e dhëmbëve apo kariesi, që është edhe në botë si fenomen global, pothuajse 90% e njerëzve janë të atakuar, domethënë me problemet e kariesit, po ashtu edhe inflamimi i mishrave apo periodontiti. Ky inflamimi i mishrave është karakteristike edhe të moshat më të vjetra që vetëm i kanë veshur dhëmbët, por realisht është evident edhe të moshat e reja. Për shembull, e shohim edhe te fëmijët 11-12 vjeçar, që nuk e dinë se si duhet të pastruhen dhëmbët dhe kanë akumulime në qafat e dhëmbëve të ushqimeve të buta, që pastaj shkaktojnë këtë inflamimin e mishit që pasot me gjakderdhje, me atë skuqen dhe me atë fryrjen e mishit. Po, dhe cilat janë ndoshta shenjat e para kur duhet kërkohet ndihmë tek stomatologu? Unë mendoj që nuk duhet të vi puna deri tek dhimbja apo simptome. Që tjetër të mosdoshme për të marrë. Unë mendoj që duhet të avansohet shëndeti publik oral, që vizitat t'i sjellin fëmijët edhe pak të njoftohen me mjekun, sepse pastaj intervenimet mos të jenë traumatike për fëmijët, një pastrim i thjesht, një kësi, por nëse riorientojmë pyetjen përsëri cili është simptomi që e ke patjetër urgjent të shkosh te mjeku, në momentin kur fillon të shfaqet një sensitivitet në të ftohtë apo në të ëmbël në një dhëmbë, atëherë bie që vetëm se aty ka prishje prezente, apo ndonjë gjep paradontal dhe preferohet automatikisht të saktohet një vizitë te mjeku. Pse, Rina, e kemi këto, pra, pse mendon ti që e kemi këtë farë pjesën që hezitojmë me kërkuar ndihmë tek stomatologu? Pa pas dhimbje. Unë mendoj që
edhe kështu si kujtim nga fëmijëria e asocioj me dhimbje nështë, sepse shpesh kemi pasur dhimbje dhëmbje dhe jemi dashur të shkojmë me patjetër, ndoshta edhe sistemet më të kaluara të doktorit kanë qenë më stresuese, ambientet pak jemi frikuar mjekut. Tash mund të them që shumë klinika janë shumë moderne dhe kur hyn është një ambient i kënaqshëm për syrin dhe patjetër që edhe unë si stomatolog kur ulem në karrigën e stomatologut jam shumë e përshtatshme, sepse kam frikë nga dhimbja, jemi kështu të krijuar besoj gjenetikisht ta mos ta dëshirojmë dhimbjen, por prapë se prapë menaxhimi i dhimbjes tani që është me anestezian edhe një bisedë e këndshme me pacientin, besoj që e te i kalon. Por vizitat e para zakonisht i kanë gjersitën, e kanë me stres, e kanë atë frikë se çka mund të ndodhë. Po, dhe sa i rrezikshëm mund të u bë Rina një problem i vogël që neglizhohet? Po, kemi probleme shumë serioze në gojë të cilat mund të janë asimptomatike për kohë të gjatë. Për shembull, kemi pacientë të cilët kanë ardhur me cista apo infeksione të masive të mëdha që nuk e kanë ditur as që i kanë, sepse kanë qenë asimptomatike, por që kanë treguar që në analizat e tyre gjithmonë CRP-ja ka dalur e lartë dhe domethënë ka pasur shenja të infeksionit në organizëm në tërësi. Ne i dimë që kaviteti oral nuk është i izoluar, domethënë nga pjesët e tjera të organizmit dhe përmes qarkullimit të gjakut, bakteriet apo pjesët e tyre mund të qarkullojnë dhe të shkaktojnë probleme në pjesë tjera të organizmit. Madje mund të shkojnë edhe deri në zemër, në nyje e tjera. A ka lidhje sëmundjet e tjera në trup, Rina, me shëndetin oral? Si lidhen? Po, janë të ndërlidhura kështu shkak pasojë, për shembull nëse shohim diabetin, diabeti shpesh e përkeqëson, domethënë mishrat e dhëmbëve e shkakton një ndezje apo inflamacion të tyre, dhe pastaj kundërta inflamacioni i tyre po ashtu karakterizohet me përkeqësim të diabetit, ka edhe sëmundje shumë serioze siç është leukemia, të cilët pasojat e tyre i shfaqin edhe në mishrat të dhëmbëve dhe për atë arsye stomatologu shpesh konsiderohet edhe si referues apo diagnostifikues i sëmundjeve më serioze të cilat i vërejnë përmes kavitetit oral. Pastaj për më së gjatur kemi edhe barra të cilat manifestohen me tharje të gojës apo me përkeqësim të mishrave apo me fryrje të mishrave, të cilat mund të ndikojnë negativisht si efekt ansor në gojë dhe është mirë në bashkëpunim me mjekun, kardiologun që të gjendë ndonjë zëvendësues që nuk ja takon aq keq mishrat, më thonë. Duhet të jemi gjithmonë në komunikim me mjekët e fushave tjera, për më të mirën e pacientit. Po, dhe nëse flasim për këto, pra, Rina, përveç dhimbjeve, përveç këtyre simptomave që do të me patjetër pra për të ndërhyrë, tash kohëve të fund kemi parë edhe që ndërhyrjet estetike dhe sigurisht edhe trajtimet që po bën bazë për të dukur bukur. Sa ka kërkesa pra kohëve të fundit për të? Realisht ka kërkesa. Tani e bukura nuk ka fund dhe standardet e bukurisë kanë kaluar deri në një nivel ndoshta edhe pak të rrezikshëm, sidomos për moshat shumë të reja të cilat janë ndoshta edhe në moshë 20 vjeçare dhe dëshirojnë ta kenë një buzëqeshje e cila është bërë persona skenek apo për personat të cilët realisht një herë kanë rehabilituar funksionin e gojë, e pastaj normalisht ajo estetika është pse jo, mund të them që edhe në Kosovë estetika e dhëmbëve ka arritur kulminacionin e potencialit saj, se si mbarohen dhëmbët, por jo për ta kompromituar një strukturë të dhëmbëve të shëndetshëm. Sepse çdo rehabilitim i dhëmbëve protetikur e ka një gjatësi të kufizuar. Dhe nëse ti e bën këtë në moshë shumë të hershme pa nevojë, atëherë dhëmbët do t'i reekspozohen gjatë kohës kësaj terapie dhe nuk e shoh arsyeshme. Po, sa janë rritë kërkesat për zbardhjet të dhëmbëve pikërisht? Ka kërkesa për zbardhjet të dhëmbëve çdo herë, është karakteristik më shumë në sezonin e verës, sidomos diaspora, kështu sa herë vini kanë të caktuara gjëra që dëshirojnë të bëjnë në Kosovë, ndërto hyn edhe kontrolla dentare të rregullta, që është shumë pozitive, dhe zbardhjen. Madje kemi kështu dera nga aeroporti që vinë për zbardhje. Po, është kështu trend gjithmonë. Po, aso janë të sigurta, sepse përveç zbardhjeve që bëhen në klinikat përkatëse,
provuan pra përmes metodave të ndryshme, proklamuan edhe me bazë bardhin e dhëmbëve në shtëpi, sa janë të sigurt këto Rina? Tani kemi lloj-llojshmëri të ndryshme të produkteve që i zbardhin dhëmbët. Kemi produkte komerciale që mund ta blesh në një barnator apo ta përsëritësh online dhe e cila ka kaluar në për disa procedura të kontrollit dhe është aprovuar për të lansuar në treg. Në qoftë se i zbatoni ato rregullat e përdorimit, atëherë ato janë më të sigurta. Mirë po nëse këto që janë për të, domethënë i bëjmë vetë me sod bikarbon, me limon e këto kanë efekte të pakontrolluara dhe abrazive në dhëmbë dhe nuk preferohen. E japin atë përshtypjen që kanë bërë një zbardhim në fillim, por realisht shkaktojnë ngërvishje në smalt, e cila pastaj dhëmbët njollosen shumë shpesh për shkak të atyre vrasësive që i kanë shkaktuar dhe është shumë e rëndësishme që të mos bëhen këto, sidomos që tash ka shumë zgjidhje për zbardhime profesionale, nuk ka nevojë të eksperimentohet me. Sa janë të sigurta edhe këto produkte që e përmendë pra Rina që shiten edhe online goxha shumë, pra është edhe pa e konsultu fare një profesionist fushës? E vërtet, e kam parë. Unë personalisht kam përdorur produkte shtëpiake për zbardhjen kur kam qenë studente dhe nuk është që kam parë ndonjë efekt ansor. Mirë po këto që janë do si produkte të zeza, domethënë abrazive nga qymyri aktive këto nuk preferohen për shkak se siç e theka janë shumë abrazive dhe shkaktojnë ngërvishje sikur fërkem, domethënë mekanik, e cila nuk është që e bën atë zbërthimin kimik të duhur të pigmenteve që janë në dhëmbë dhe nuk dua të them diçka të pakonfirmuar, por gjithçka që nuk është domethënë në mënyrë legale e kontrolluar apo sugjeruar edhe nga stomatologët, nuk do e preferoja të aplikoj në gojë sepse shëndet nuk është robë të cilën mund ta ndrosh pastaj. Po, dhe nëse qëndrojmë te kjo, pra gjitha kjo Rina bëhet me një lloj tendence për me rregullu buzëqeshjen në dhëmbët, mund të them sa ndikon buzëqeshja në vetbesimin e një personi? Shumë ndikon. Unë nuk e kam kuptuar sa shumë ndikon derisa janë ballafaquar me shumë të ri, të cilët e kanë madje edhe pasi që i rregullojnë dhëmbët, e kanë shprehi që ta mbajnë kështu dorën kur qeshin, sepse njërën pjesë për shembull ju ka munguar një dhëmbë edhe ju ka mbet ose kanë thënë nuk kanë buzëqeshur kurrë dhe e kum pa sa shumë ndikon, por e kum pa edhe rehabilitimi estetik i tyre sa shumë ja u ka ndryshuar jetën. Kemi shumë djelmosha të ri që kanë ardhur ekskluzivisht na kanë treguar sa shumë ju ka ndryshuar vetbesimi dhe jeta e tyre pasi që e kanë rehabilituar në gjendje shumë të rëndë të dhëmbëve që kanë pasur. Është kjo, a ekziston kjo Rina që themi që dhëmbët e bardha janë gjithmonë të shëndetshëm? Nuk isha me thënë, kemi dhëmbë shumë të mirë, shumë të shëndetshëm, është pak ajo pjesa e ngjyrës është gjenetike, as nuk jam fan si obsesionimit për të zbardhur dhëmbë, gjithmonë duhet të kontrollojmë shenjat e vitalitetit të dhëmbëve, nëse dhëmbët bëhen shumë senzitiv në të ftoftë, ne edhe nuk e preferojmë që t'ja zbardhim pacientit. Por definitivisht një buzëqeshje e bardhë është e bukur, madje unë edhe moshat më të shtyera kur i veshin dhëmbët. Ju them fik për fik me muzikë, bëri të bardhë, atë më pëlqen dhëmbët e bardhë duken bukur, normal nëse edhe punohen bukur dhe natyral. Nuk mund të themi që nuk duken bukur. Po, Rina do më fitet edhe për por një buzëqeshje shëndosh duket gjithmonë e bukur, pavarësisht ngjyrës, këto për ta potencuar. Ta jam sigure. Po, definitivisht. Nëse flasim Rina për çamçankëz apo për sakaz apo çdo që se ka tash terme ndryshme që referohen në rajone ndryshme. Shpesh thonë që është ndihmës për dhëmbët. A konsiderohet si ndihmës apo dhe i bën dëm? Ne stomatologët nuk është se shumë e duam çamçakëzin, për shkak se po ja nisi me këtë efektin që pse ne nuk e duam, sepse ai krijon shtypje negative dhe ka tendencë të marrë diçka me veti. Kur kemi punime protetikore te persona më të shtyer, të cilat dhëmbët brenda janë më të dopat apo diçka nuk e sugjerojmë fare. Mirë po, efektet pozitive është sa i prodhon stimulan prodhimin e pështymës dhe ka ëmbëlsues artificial dhe çdo stimulimi pështymës pas ushqimit i sjellë dhe ato mineralet e veta që e luftojnë atë aciditetin që është krijuar në dhëmbë pas ushqimeve acidike, këtë e ka pjesë pozitive. Por megjithatë ajo konsistenca që e thash ngjitse që ka tendencë të tërheq me vete, ndonjë mbushje masive apo diçka, nuk është se shumë e preferoj. Por kur bëhet punimi stabil dhe mirë, atëherë nuk është se e lën shumë efekt diçka. Po, dhe kur flasim për këto gjërat, pra çka mund të konsiderohet e zakonshme, çka jo. Shpesh edhe gjakderdhja tek mishrat e dhëmbëve, shpesh nuk konsiderohet goxha alarmante apo nuk i marrin goxha alarmante sepse ndalohet. Sa qëndron pjesa, sa duhet jemi
në stres apo në problem lidhur me gjakderdhjen e mishave të dhëmbe? E kam parë shpesh si mekanizëm mbrojtës ndaj gjakderdhjes së dhëmbëve të shumë pacientësh se thjesht nuk e prekin mishin fare. Frikohen kur e shohin që pak ka gjakderdhje dhe vazhdojnë i pastrojnë dhëmbët vetëm në pjesën e poshtme, kurse ajo fakt shkakton kundër efekt, sepse vetëm vazhdon akumulimi i ushqimit. Pastaj edhe vizitat e tyre kur vinë agjente nuk janë shumë të këndshme ndoshta sepse mishi që është inflamuar dhe gjakus dhëm shumë gjatë pastrimit, duhet të shoqërohet me ndonjë anestezian apo diçka, por pas riedukimit që mos të kenë frikë, domethënë nga largimi i atij gjakut i cili nuk e ka vendin aty, atëherë edhe pacienti e kupton që domethënë patjetër që mishat duhet të trajtohen dhe të mos lihen ashtu domethënë spinguci, mos të gjakosin. Fiks. Nëse folim për këshillat edhe për çka duhet bërë, ti ndër intervistat pra që zhvillumi dhe edhe disa këshilla që duhet me i pas, po cilat janë 3 prej tyre kryesore që i kishe përmbledhur me pas dhëmbë shëndetshëm? Këshilla kryesore që besoj që e din gjithë është që dhëmbët e pastrohen me rregull. Besoj që është e meritojnë mja fal 2 minuta në mëngjes edhe në mbrëmje, kundrejt gjithë atyre orëve të cilët ne ja u kushtojmë gjërave të tjera, sepse dhëmbët nuk ta falin me kalimin e kohës dhe është rëndësi që t'i ruajmë kështu siç janë. Këshilla e dytë është patjetër që të inkuadrohet filli dentar apo peri në përdorim. Unë nuk po them që patjetër çdo mbrëmje, por së paku në javë e do e shohim edhe vetë se sa ndryshe është higjiena e gojës me kuadrimin e tyre, dhe këshilla e tretë patjetër që ta vizitojnë profesionistin apo stomatologun, sepse ekzaminimet të cilat i dallon stomatologu mund t'i ndihmojnë që ti atakoj ato prishjet në stad shumë të hershëm. Po, dhe çfarë është diçka që duhet ta kemi patjetër pjesë të rutinës tonë të përditshme, duhet gjejmë patjetër kohë për të? Si që si ka nëse më pyet si stomatologe, mendoj që kjo pjesa domethënë e higjienës dentare. Por mendimin tim, kjo pjesë është diçka që duhet të bëhet çdo ditë pa kompromis. Po, edhe fare në fund, Rina, më dhënë një mesazh për ata që kanë frikë prej dentistit. Vetë je stomatologe, vetë që ke pas frikë. Çfarë ka ndihmu? Unë inkurajoj të gjithë që të vinë së paku për një konsult. Konsulta nuk do të thotë që me njartë i nështrohen një trajtimi. Shpesh njeriu kur imagjinon diçka e zmadhën dhe më shumë frikot duke e menduar atë se sa kur ekspozohet ndaj asaj situate, dhe kemi shumë persona me frikë shumë të mëdha që e kanë tejkaluar këtë problem dhe mjafton të na vizitojnë për një konsult, një pasqyrë dhe pastaj tjerat i marrim ne përsipër. Po, Rina, ne keni te Oksadent, apo ku është Rina Oksadent? Oksadent gjendet në Fushë Kosovë. Ne i kryejmë të gjitha shërbimet stomatologjike dhe specialistike, dhe kushdo që dëshiron të vi për ndonjë konsult apo të na vizitoj të marrë ndonjë mendim, është i mirë se ardhur. Faleminderit shumë, Rina. Është shumë kënaqësi kur kemi edhe stomatologë të tilla që ndihmojnë edhe pjesën mendore, mos me marrë afër zemrës. Zakonisht kur portretizojmë një intervistë me një doktor, është ajo frika gjithë frikohemi, dhimbja këto, po kur e keni tillë që ndikon në gjendjen mendore është goxha mirë, përgatit kështu. Faleminderit. Po siç e theka, kam qenë edhe jam edhe vetë pacient, kështu që s'paku kjo empati më bën që çdo njeri ta shoh gojën e tyre si të ishte goja ime dhe të mendoj zgjidhjen që mendoj që është më mira për ta, konform edhe situatës së tyre financiare. Po, kuptohet. Faleminderit shumë, Rina. Faleminderit shumë. Dhe të dashur miq, do ndodhemi për pak minuta market